Që nga rizgjedhja Donald Trump si president i SBA-s, politikanët nga e gjithë Evropa juglindore që janë vënë nën sanksionet amerikane kanë shtuar përpjekjet e tyre lobuese. Individët e sankcionuar për korrupsion të nivelit të lartë dhe ose lidhje me Rusinë janë optimistë se kthimi i Trump në pushtet nënkuptonte një administratë re amerikane shumë më dashamirëse ndaj situatave të tyre. Shpresat e tyre për të siguruar heqjen e sanksioneve u rritën kur Departamenti Amerikan i Shtetit konfirmoi në fillim të kësaj jave se Antal Rogan, një ndihmës i lartë i kryeministrit hungarez Viktor Orban, ishte hequr nga lista e sanksioneve të thesarit. Konservatori Orban është një nga liderët evropian më të afërt ideologjikisht me Trump. Vendimi për të hequr sanksionet ndaj Rogan u mor vetëm 3 muaj pasi u futu në listën e zezë nën programin Global Magnitsky e për rolin e tij qendror të supozuar në korrupsionin sistematik. Ministri i jashtëm hungarez Peter Ziatro pretendoi se vendimi ishte marrë në ditët e fundit të administratës së Biden, pas një bisede me homologun e tij amerikan Marco Rubio. Ziatro komentoi: "Një epokë krejtësisht e re ka filluar me marrëdhëniet hungarezo-amerikane, e karakterizuar nga miqësia dhe pajtimi i plotë për çështjet kryesore. Zyrtarët hungarez nuk janë të vetmit në rajon që shpresojnë për një rivendosje marrëdhëniesh në drejtimin e Trump." Menjëherë pasi u hoqën sanksionet ndaj Roganit, kreu i partisë qeverisëse bullgare GERB, Bojko Borisov, tha se ishte i sigurt se 2 politikanët bullgar, Vladislav Goranov i GERBit dhe udhëheqësi i DPS-s, fillimi i ri, Dilan Pevski, do të hiqen nga lista e personave të sankcionuar. Do të vijë një kohë që edhe ndaj Pevskit dhe Goranovit e vërteta do të dalë në shesh, siç ndodhi për Hungarinë, tha Borisov. Ai shtoi se nuk di se kur do të hiqen 2 politikanët nga lista, por se një proces për këtë është në vazhdim. Është bërë gjithnjë më evidente se qeveria e Bullgarisë varet nga mbështetja e Pevskit. GERB po kërkon të përfshijë DPS-n, fillimi i ri në qeveri, por përballet me një reagim të ashpër nga protestuesit kundër korrupsionit. Në Bosnjë dhe Hercegovinë, presidenti i Republika Srpska Milorad Dodik ka rritur gjithashtu përpjekjet e tij lobuese muajt e fundit. Dodik dhe anëtarët e familjes së tij janë të sankcionuar nga SBA për përpjekjet e tyre për të pasuruar në kurriz të publikut, si dhe përpjekjet e vazhdueshme të Dodik për të minuar kuadrin demokratik dhe multietnik që përcakton Bosnjën dhe Hercegovinën e sotme. Një kontratë lobimi për Dodikun u nënshkrua në fund të mars me Rod Blagojevic, drejtori i kompanive RRB Strategies. Sipas gazetës Kapital BA, detyra e kompanisë së Blagojevicit ishte të përhapte midis zyrtarëve të SBA-s se sanksionet kundër Dodik ishin të motivuara politikisht. Personi mbi Dodik po rritet pasi atij u dha një dënim me burg në fund të shkurtit dhe gjithashtu është objekti i ndalimit të udhëtimit, të cilin ai ka kundërshtuar vazhdimisht. Një gjykatë shtetërore bosnjake i ka kërkuar Interpolit të lëshojë një urdhër arresti ndërkombëtar për politikanin e diskutueshëm. Një tjetër politikan që besohet se shpreson për heqjen e sanksioneve amerikane kundër tij është lideri i opozitës në Shqipëri, Sali Berisha. Berisha, një ish president dhe kryeministër, u sankcionua për akte korruptive, siç u njoftua nga sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken në maj 2021. Ai pretendoi se sanksionet u vendosën pas lobimit nga kryeministri Edi Rama dhe filantropisti miliarder George Soros. Siç raportohet nga The New York Times, Chris Lasivita, bashkëmenaxheri i fushatës së rizgjedhjes së Trump, dhe Paul Manafort vizituan Shqipërinë në shkurt. Sipas medias amerikane, thuhet se ata do të ndihmonin Berishën për heqjen e sanksioneve. HuffPost raporton se ekipi i Lasivita tani përfshin edhe anketuesin e Trump, Tony Fabrizio, dhe bashkëpunëtorin e Manafort, Phil Griffin. Por fushata e Berishës është nën presionin e kohës, pasi ai ka nevojë urgjente për heqjen e sanksioneve, përpara se Shqipëria të mbajë zgjedhjet e përgjithshme të 11 majit, ku ai synon të pengojë fitoren e 4 radhazi të Partisë Socialiste, të drejtuar nga Edi Rama.